Një konflikt për motive të dobta ka degeneruar në përdorimin e mjetit prerëstik, i cili më pas ka lënë të plagosur një 39 vjeçar. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 4:30 minuta të mëngjesit të kësaj të shtune në zonën e ujit të ftohtë. Siç konfirmohet nga policia e Vlorës, konflikti ka ndodhur mes 3 personave, DS 22 vjeç dhe GP 26 vjeç, të cilët kanë qenë miq mes tyre. Të dy të rinjt janë konfliktuar fillimisht me fjalë, fyerje dhe sharje dhe më pas kanë avancuar në përdorimin e shkelmave dhe grushtave, me shtetasin me origjinë malazeze me inicialet VK 39 vjeç. Një prej tyre në momentin e sherrit e ka goditur me mjet prerëstik 39 vjeçarin, duke lënë të plagosur rënd. Ngjarja ka ndodhur në zonën e ujit të ftohtë, në një prej rrugëve kryesore të Vlorës, pranë një biznesi. 39 vjeçari është transportuar më pas në orët e mëngjesit në gjendje tepër të rënduar shëndetësore në Spitalin Rajonal të Vlorës, ku ka marrë edhe ndihmën mjekësore. Personi i cili ka mbetur i plagosur përgjatë konfliktit të ndodhur në zonën e ujit të ftohtë, sipas edhe policisë së Vlorës, është një shtetas i huaj i cili është përfshirë në konflikt mes dy të rinjve dhe më pas është goditur disa herë me mjet prerëstik. Të pakën nga burimet e Spitalit Rajonal të Vlorës, së mëngjesin e sotëm është në gjendje më të stabilizuar, teksa vazhdon që të marrë ndihmën mjekësore dhe të mbahet në monitorim. Sipas burimeve nga Spitali i Vlorës, ai ka marrë disa goditje me thik. Goditjet, plagët, i ka patur kryesisht në pjesën e barkut, gjymtyrve, por edhe prerje në krahëror. Ka patur hemoragji të madhe gjaku, momentet e para, të cilat pas ndihmës mjekësore janë arritur të ndalen. Momentalisht, gjendja e tij shëndetësore është më stabël, por ende nuk ka dalë nga rreziku për jetën, dhe kjo është arsyeja pse po mbahet në monitorim. Sipas policisë së Vlorës, shtetasi malazez punonte në një prej bizneseve në zonën e ujit të ftohtë. Konflikti mendohet të ketë nisur në brendësi të biznesit. Më pas dy të rinjt e kanë pritur të përfundojë punën dhe kur kanë dalë prej saj, kanë agravuar konfliktin, duke e lënë të plagosur. Policia e Vlorës, siç konfirmon edhe në komunikatën për media, ka shoqëruar të dy personat e përfshirë në këtë ngjarje. Ndërkohë për ngjarjen në fjalë po vazhdojnë hetimet, verifikime në vendin e ngjarjes, kthyrje e kamerave të sigurisë për të bërë të mundur zbardhjen e plotë të dinamikës së konfliktit.